kur kom hyrë në ato ambiente të burgut Hagës, kur e kom pa shimin, apo zotin Thaçi, të referohemi me respekt, kërkoj ndjes. Atëherë kom thënë që burgu më duk shumë i vogël për një personalitet kaq të madh. Edhe është figura më e rëndësishme në historinë e shqiptarët të Kosovës. Unë para 2 ditëve kom pa edhe një bajagin e shkrem që e ke bën në rrjetet sociale në Facebook për zotin Thaçi. Edhe më ka bo shumë përshtypje, kështu që jam të dashme të pyet lidhja me ta, çfarë afërsie keni pas me ta raporti me zotin Thaçi. Unë kam shkruajt disa herë për zotin Thaçi. Çajo ma ka vrarë syrin, kështu kemi dekën. Unë qenë edhe me vizitu në Hagë. Si konkluzion, kom thënë edhe më herët që kur kom hyrë në ato ambiente të burgut Hagës, kur e kom pa shimin, apo zotin Thaçi, të referohemi me respekt, kërkoj ndjes. Atëherë kom thënë që burgu më duk shumë i vogël për një personalitet kaq të madh. Edhe është figura më e rëndësishme në historinë e shqiptarët të Kosovës. Sepse po të kishte gabu ai në disa momente të caktuara dhe mos ta çonte objektivin e vet drejt finalizimit, edhe shokët e vet që kishin rënë në luftë e kishin pas të vështirë me i përmend, sepse kur nuk fitohet lufta, edhe ata që vdesin, domethënë gjithmonë i shtroheni recenzionit, të përjashtimit, në ndalese për okupatorit për më përmend, kështu që ky ka realizuar objektivin final, që në fund ditës edhe ata njerëz të cilët nuk kanë përfunduar në ditës të sotme, por kanë humbur mbietën për sakrificë, duke sakrifikuar vetë vetëm për qëllimet dhe idealet kombëtare, atë sot i kene për emra shkollave, emra të rrugëve, të cilët nuk do të përfundonin asnjëherë aty ku sot na i shohim dhe i shohim, i lexojmë emrat e tyre, po mos ishte fitu lufta, ishte konkretizu ky objektivi final që e ka objektivi final i popullit që ka udhëheqë në momentet kritike zotit Thaçi. Nëse më duket ta ndërbyeva fjalën, shpresoj që ju vjen keq. Po du një moment që keni kalu bashkë, nashta sa herë kujtohet ose të vjen me kesh ose e nxan veten të e menu çat rast që keni kalu bashkë, pa dyshim që keni pas momente. Unë kam thënë edhe disa herë në përmjet e tjera, takimi me të ka qenë shumë i hershëm kur ne kishim ra në konflikt me administratën e Unmikut në atë kohë, ku kishim realizuar një këngë që konsideroje pa pranueshme konform rregullave të përcaktuara për kornizës kushtetuese të Kosovës. Ajo ka qenë kënga Jovo, edhe u bë shumë e madhe, dhe tash flitej që mund të përfundojmë edhe mund të fillojmë një proces gjyqësor. Edhe në atë moment i ke marrë një telefonat prej zonës zonushës Qitaku atëherë, edhe thotë që kishim pasje mu taku, thosh jo, ju s'kishit pasje, po që knatësia ja më e madhe se çdo lloj knatësie juja. Edhe jemi taku, edhe për një moment të ndëgjam, unë rrobat i kom ushtarak, i kom jek. Mirë, po juve nuk ju fut më ana dikush. Në atë kuptimin që ende i njëjti edhe në këtë kontekst çka keni bëju edhe për çfarë domethënë fliteni, nuk mendoj që dikush guxon me fillu një betejë me ju. Edhe për një moment edhe më thotë që por edhe nëse fillon atë çdo lloj eksponenti apo çdo lloj personaliteti, individi apo kuadri që e ka PDK-ja në kuptimin juridik më vnu mas jush. Ja edhe për një moment kam thonë, po, a nuk i mjaftoj që realisht me shokët e vetë ma të jetërsoj jetën mu dhe familjes teme edhe fëmijëve, nipave, mesave, po tash do me mbrojtë juridikisht, dhe atë e kom pas që realisht është një ri i cili kujdeset dhe për mikun e vetë sa dhe që është i largët. Mu po më interesan edhe mendimi yt, të pas parasysh që ish krerët e ushtrisë shërimtare të Kosovës OBK që po mbahen në Hagë, cili është mendimi yt në këtë drejtim, ose para 2 ditëve u ku në emision Artan Behrami dhe ai më shumë ëndja ashtu tha që as fundi vitit nuk i mban atje, kështu që po du me ditë prej teje. Tani unë nuk jam i inkuadruar në proces sikurse mund të jetë në zoti Behrami. Unë nuk kam informata për shkak se partia është shumë e gjanë, dikush profilizohet në disa sfera tjera për trajtim, dikush e ka një dimension tjetër të punës. Edhe nuk mendoj që mundëm me pas në një format 3 jashtë asaj që e lexojmë apo thonë kolegët e mi të cilët janë të angazhuar më shumë në atë sektor.
Mirë po krejt që mund të më thanë është që shpresoj dhe do doja shumë që të mbyllë si proces dhe ata njerëz që i kemi atje, të cilët i konsideroj njerëz më të mirë në aspektin kombëtar, të kthehen sepse në fund ditës ata përfaqësojnë diçka shumë të vlefshme për neve dhe jo, do të thënë atë egon në tyre apo personalitetin e tyre. Ato po se po, mirë po përfaqësojnë luftën mbi bazën e cilave sot ne ulemi dhe flasim lirisht bashkë në intervistë, edhe njerëz në mënyrë më të mirë, më të lirë na përcjellin prej ekranit të ndej.